Përshëndetje, jam Agnesa Vuthaj dhe kjo është intervista ime 60 sekondëshe për prive. Çka e bën një femër të duket bukur? Besoj që buzëqeshja. Cili nga vendet e vizituara të kalon më shumë ti përshtypje? Filipine. Më mirë me dikë e fukara apo vetëm e pasur? Me dikë dhe e pasur. Snapchat apo Instagram? Instagram. Kur e sheh veten nën statusin e nënës? Kur të takoj personin e duhur? A e ki taku ende? Jo. Kujt nuk ja hap telefonin? Gjithmonë e hap telefonin. Sa para i ke në xhiro llogari? Nuk e di. A ki qatë shumë sa mos me ditë? Mesatarisht, mendoj që jam akoma në atë fazën që s'kam nevojë me kontrollu, a është fundi ajo. Kur e ki ndërmend me ndru X6-in? Kur ta gjej ndonjë makinë më të përshtatshme. Mihri e braha apo na ima bazi? Të dytë për mua shkojnë paketë. Çka nuk do të toleronit në një lidhje dashurie? Tradhtin. Momentalisht cila këngë po të pëlqen? Aha, lumi vi. Kush të shoqëron në udhëtimet e shpeshta që i ki? Të shumicën e udhëtimeve në jetën time i kam pas vetë. A i ke boja ende milionat? Jo, A ke qenë ndonjëherë në ndikimin e substancave narkotike? asnjëherë.